tregohet që profeti alayhis salam hyn në xhami. Dhe njerëzit me zore pritnin. Tha, do t'ju tregoj juve sot. Na thuj, thanë ato i dërguar i Zotit, do t'ju tregoj sot një lutje që mbas saj çdo vështirësi që të keni do të shpëtoni prej saj. A subhanallahu al-azim, për nga hallet që ka njeriu kur është në vështirësi dhe në problem. Sa desh me e thon, vetëm kur vjen një person e ka profetin nga dora dhe i thot, oj dërguar i Zotit, kam një gjë, kam një hall, kam një problem, dhe nuk e tha profeti. Dhe mbasi far kohë njerëzit u kujtun, tashmë profeti alayhis salam kishte vdek. Kishte ndru jetë. Dhe ato që kishin qenë aty thamë, si e haruam ne, na mori jeta dhe nuk e pyetëm. Dhe del daja i tij Saadi dhe thot, atë ditë që ka ndodhur, ishte Omeri Othmani gjithë mëdhej, tha, atë ditë që ka ndodhur, unë jam daja i tij, shkova në shtëpi dhe i thash, oj dërguar i Zotit, na lej një gjë të madhe pa na thon, pa e dërguar në fund. Tha, çfarë është ajo? Na thej që është një lutje e cila çdo musliman që do ta bëjë në një çast vështirësie dhe halli, dhe është vërtetuar 1438 vjet që kush e ka bërë vështirësie ka liru i madhi Zot. Pashat madhi Zot po. Tha, na e plotsoi dërguar i Zotit. Tha, lutja e Yunusit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tha, o shokët e mi, ma ka shpjeguar dhe ma ka thonë, është lutja e profetit Yunus alayhis salam. Mësoje në arabisht ose në shqip pa rëndësi ka. Nuk ka Zot tjetër përveç teje. I patmeta jeti i madhi Zot si bën padrejtësi askujt. Unë i kam bërë padrejtësi, unë i kam kusuret vetë që më ndodhin gjërat. Kuptimi. Çdo musliman dhe muslimane për Zotin që është një dhe një vetëm, vetë kam provuar në çdo sa raste që ja kam sugjeruar dhe tjerëve, shpëtim, genialitet ndodh kur janë vështirësi dhe në hall kur ta thosh këtë lutje. Wa kedhalike nunjil mu'minin. Për edhe mbyllet ajeti, kështu i shpëtojmë ne besimtarët. Kështu i shpëton i madhi Zot besimtarët e sinqertë dhe të mirë, qofshin ato meshkuj apo femra, i madhi Zot na rujt dhe na largof nga gjitha vështirësitë. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril